Tani, jo nesër, jo pas zgjedhjeve, jo kur t'i le verdisa ti. Tani, këtu kranesh, në hijet e pushtetit që mishëron kjo godin, ka disa kohë që luhet një dramë e madhe. Frikë, dhunë, shantazh, thika pas shpine e tradhtime sortakësh. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit. Gjumi i tyre është prishur përfundimisht. Ata hynë e dalin nga kjo godin, jo për qeverisur, por për dy arsye: për të zhdukur provat e krimeve dhe për të mbledhur prova kundër njëri tjetrit. Visi ka ruajtur mesazhet e Ballukut. Balluku ka ruajtur mesazhet e Palloshit, ndërsa Gysi i ka filmuar që të gjithë. Kamerat fsheta, telefonatat regjistruara, USB të ruajtura, përgjimen kasaforta, të gjitha mes bandës kriminale që ende guxon dhe e quan veten qeveri, ndërsa kreu i organizatës Edi Rama nuk di më as këtë mbroj dhe as këtë lëshoj. Miliarda euro të grabitura në çdo tender, në çdo kantier e në çdo pasuri publike e private sot nuk i bëjnë më derman. Sepse nderuar qytetar, ju e dini tashmë se mekanizmi përbindësh ka rënë. Me parat e pasuritë e shqiptarëve, kjo bandë siguroi për 13 vite me radhë vota, aleanca, mbështetje, lobim ndërkombëtar, Karlo Media, krim dhe luks të shfrenuar personal. E gjithë kjo makineri u mbajgjall mbi frikën, presionin, dhunën ndaj qytetarëve, mbi shpopullimin masiv dhe përpjekjen e vazhdueshme për të likuiduar opozitën. Miliarda euro të zhdukura nga xhepat tanë, bashkë me shëndetin, edukimin, sigurinë rrugore, ato ushqimore dhe cilësinë e jetës. Kjo bandë detyroi të ikin nga sytë këmbët plot 1.1 milion shqiptar. Ama sot, të nderuar qytetar, historia është përmbysur. Ata që kanë frikë, ata që kërkojnë të aratisen, ata që fshihen, ata që nuk dalin më para njerëzve, janë pikërisht këta që qeverisin kriminalisht për më shumë se një dekadë. Ndaj sot dua t'u drejtohem të gjithë juve dhe mbi gjitha kreut të opozitës dhe të Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha. I drejtohemi gjithë demokratëve që nuk u përkulën, qytetarëve që nuk e shitën dignitetin, gazetarëve dhe njerëzve publik që nuk u blet, ju që denoncuat, ju që qëndruat, që folët atëherë kur ishte shumë e rrezikshme që të flisje. Ja ku jemi dhe sa shumë që jemi. Sot jemi këtu edhe për të dhënë një mësim final politik, mësimin më të vyer që një popull mund t'i jap mandatarëve të vet. Mandati nuk është pronë, nuk është privilegj, nuk është licencë për të vjedhur. Kush merr mandat është shërptori i qytetarëve e jo pronari i shtetit. Nëse vjedh, largohesh. Nëse shkel besimin, mandati mbaron. Nëse e trajton shtetin si plaçk, do të përgjigjesh para ligjit. Dhe miq, o sot, o kurrë, sepse ajo që do të vendosim sot do të jetë një precedent për të ardhmen, një precedent që nuk do të arrijë më askush ta përmbys. Askush nuk ka imunitet nga zemrimi qytetar. Askush nuk mund të ushqejë iluzionin se kur qeveris kundër popullit të pret qetësia. Edi Rama duhet ta jap dorëheqjen tani, edhe si një akt i një emergjence kombëtare. Sepse Edi Rama ka kohë, dashur miq, që nuk është më kryeministër, por është kapobanda